Ina, mund të bëj një pyetje? Po. Si femna femnës, a duket gjahishtë me ajo që i ndodhi sot Stelinës? Qa i ndodhi? Ma përkufizo pak, se nga që ka ndodhur shumë gjëra edhe që të da kthej përgjigjen fiks. Edhe kjo se ka ditë prezantimin. Jo, ma thuaj fiks që të sqaroj gjërat siç janë. Jo për më kap me ty, as kur gjë se s'du më kap me ty, se Jo, nuk nuk do mjas, nuk du kapim, me po diskutojmë, paragjyku. nuk ta marr fare për keq. Më thuaj, cila është pyetja jote që të Si përgjigjem? femna femnës, a duket gjë e mirë ajo që i ka ndodhur sot Stelinës? Çfarë i ka ndodhur sot Stelinës? Për shembull, unë fola me Kesi, tha 5 ditë para se mu fut këto, Kesi, ka ndodhur ajo puthja me ty. Kesi hin mrena, vjen Stelina mas 2 dite, edhe Pasi kishte një muaj pa folur. Edhe Stelina... Kishte një muaj të ndarë, të seksuar, të shumë e rëndësishme. A bën veç ta mbaroj? Jo, që është kështu si shtoj. E di, veç ta mbaroj. Hin mrena këto mas, do më thonë 5 ditë para se mu fut mrena ka ndodhur kjo puthja, para se mu fut mrena Kesi, hin mrena Kesi, edhe donë mu ri bashku me Stelinën. Le të ribashkohet. Jo, Unë Kesi nuk kam absolutisht si asgjë. femnës, a duket gjë e mirë kjo? A diko është Fa ideja? im të qëndron këtu, se Ti se ke ndjek të shikuryre? Kristi i bori Jo, surprizë. kam ndjekur, nuk kam qenë izoluar edhe unë nuk kam parë Se asgjë. këshyni me ndërhy kur ja bëj pyetje, si desha ja bëj pyetja këtë dhe ju këtë, pse s'ja bët ju pyetjen? Okej, bëhe. Tash, është këta dy janë njoftë me një program televiziv. Edhe unë kam qenë këtë program. A ban vesh të mbaroj se vesh një gjë kam me thonë, vesh një gjë, nuk e kam për ty. Jo, po të sqaroj se ndoshta nuk e di gjërat. Kam qenë unë pjesa e këtij programi. Prit, këta dy Sa thotë që ishin janë... pjesë? A ban me Po pra kam qenë pjesë e përputhën. Okej, këta dy janë taku me një program televiziv. Në momentin që ti bosh bashkë, bosh qef në një program televiziv... Në një program njohje është ai. Po, okej, është televiziv... Njohjes në Njohje po, televizion. pra, të gjithë konkurrentët kanë të drejtë të dalin me të gjithë, prandaj është përputhje, pra është program njohje, është program është dashurie. televiziv e dashur, se nuk është program i mshaft në shpe që shiveshte, është televiziv. Edhe tash, në momentin që bën bashkë me një program televiziv, edhe ti dohësh me... Këta dy janë do, po? Po, janë darë. Tash, Kishin një muaj që mas një muji, 2 muje, ti dësh mi pru respekt asaj gocës. Edhe që je do, jo me dojnë para kretve dhe mu puth me një gocë tjetër. Atëre me hi këtu mrena, edhe me dosh tapet mu ribashku me Stelinën. Se me kam besu, ajo ka qenë vetëm histori që ka zgjatur vetëm një muaj e para punës. Ka qenë histori televizive, kështu që ne se sa e vërtet ka qenë historinë, nuk e vërtetojmë, ne nuk e vërtetojmë dot, se e dim shumë mirë se kur njerëzit shkojnë për të misione. Ndjesia me kohën s'ka lidhje. Ti mush me pas ndjesi për 3 ditë, që se ke pas për 3 vjet me dikën tjetër. Kështu që ata me një muj sinqert ka qenë si ndjesi, se ka qenë thjesht një muaj lidhje. Dhe një po, muaj ty nuk të mjafton ta njohësh atë tjetrin. Ti akoma nuk di se ku dion, cila është rutina e mëngjesit e ti. Ina, nuk e kam për me të gjynë një pyetje apo si femna femnës. A tu duket gjë normale kjo që ndodhi Stelinës që ndodhi? A tu duket gjë normale? Nuk ka të bëj fare me mua. Unë kam ardhur këtu si Ina. Po jo me Ina ty. Aderi është emri im. Kam ardhur me emrin dhe me mbiemrin dhe kam ardhur për pasur eksperiencën time në Big Brother. Nuk kam ardhur pas si e treta, as si e katërta, as si këshilltarja e Stelinës, as si këshilltarja e Kesit. Që historitë tona ndërlidhen, kjo pastaj është bisedë tjetër. Ne kemi qenë në një program. Apo të djeg diçka që po dhëzesh unë po ta shpjegoj sepse ju keni dëgjuar një version e kam parë. Se unë kam qenë jashtë. Unë kam jo brikena, jo. Unë kam qenë jashtë, unë e kam parë kur si femna Stelina ka hyrë dhe i ka treguar gjithë gocave. Ajo vajza që ajo thoshte, në atë historinë jam unë ajo. Që thoshte, erdhi ditën e parë dhe më pyeti për drejtuesja e programit Megi, cili nga djem të duket më interesante. Sipas meje thash Kesi. Kesi, në atë kohë dilte me Stelin është program njohje zemër. Nëse ti e do kaq shumë të dashurin tënd dhe je kaq shumë e konsoliduar si çift mund ta marrësh të dashur, e të dalësh jashtë. Mos rri akoma në program të vësholl. Është program njohje. Ajo ka dash pas ka dash. Ata nuk e diun ta zgjidhin mes tyre. Është program njohje. Fa im, cili është në këtë lloj mesi. Ka dashur ajo, ka dashur ai, nuk e di unë. Unë disha ata kanë qenë në program dhe vazhdonin të rrinë aty dhe të gjithë djem kanë të drejtë të dalin me të gjithë vajzat. Si femna femnës, nuk thash situata që ka ndodhur, thash si femna. Jo, lidhen shumë situata, sepse aty ka nisur e gjithë historia dhe sot jemi këtu. Gjë e mirë ajo që çu ndjesët Stelina si femna. Stelina kishte një muaj që nuk fliste me Kesin, pas ishte ndarë, nuk ishte kërkuar një seri. Po çfarë që ti ke pas një lidhje do të më i pru respekt, ju më dal publik mu puth me një tjetër. Po ku e di që Stelina nuk është puthur me tjetër? Qysh? Ku e di ti që Stelina nuk është puthur me tjetër? Në momentin që dal e gjykojnë atë situatë. Tash jam të fol për situatën çit situatë që posh me sy tash. Po edhe ne kemi parë një situatë, na kanë thënë që Stelina është puthur me dikë tjetër. Pse nuk e gjykojnë këtë gjë? Ina, thash e kam vesh një pyetje. Thash si femna femnës, vesh një pyetje po, ta si femna femnës. Nuk të, po. E po ta vesh një pyetje. Thash si femna femnës, a duket